Mirë se vini përsëri në emisionin tuaj të preferuar, Trupi dhe Shëndeti Kids. Sot do të mësojmë si ta shijojmë ushqimin pa rrezik. Kur ham, duhet të kemi kujdes që të mos ndodhë diçka e rrezikshme. Për shembull, të ham pa kujdes si ky shoku ynë e pastaj të mbytemi. Mos u tremb. Nëse më dëgjon me vëmendje, do të mësosh si të hash me kujdes dhe të jesh i sigurt në çdo vakt. A ju ka ndodhur ndonjëherë që të jeni kaq të uritur sa të fusni shumë ushqim në gojë dhe të harroni ta përtypni mirë? Kjo mund të jetë e rrezikshme. Kur dikush mbytet, nuk mund të flas, nuk merr dot frymë dhe ka nevojë për ndihmë menjëherë. Prandaj, është shumë e rëndësishme të ham me kujdes dhe ngadalë. Mbytja ndodh kur ushqimi shkon në vendin e gabuar dhe bllokon fytin. Kur ham, ushqimi rrëshqet në një rrugë që quhet ezofag dhe shkon në stomak. Por nëse qeshim, flasim ose nxitohemi gjatë përtypjes, ushqimi mund të futet në trake. Dhe ajo është rruga për ajrin, jo për ushqimin. Kjo qenë ka rruga e gabuar? Kjo është njësoj sikur një avion të futet në rrugën e makinave. Mos u shqetësoni. Ju mund të bëheni heronj të përtypjes nëse mbani mend këto 5 rregulla të arta kur hani. Ulu mirë në karrige kur ha, mos vrapo, mos kërce. Merr kafshata të vogla, jo më shumë se sa të nxë goja. Përtyp ngadalë si një detektiv i ushqimit. Mos fol ose qesh me gojën plot. Mos ha kur je shtrirë. Mos ha kur je duke luajtur. Mbaj gjithmonë një gotë me ujë afër. Pak ujë mes kafshatave ndihmon që ushqimi të rrëshqas lehtë. Për shembull, Miri donte të hante 10 kokra rrushi pa përtypur. Do thyej rekord, tha. Por njëra u ngjit në rrugën e frymëmarrjes. Ai s'mund të fliste dhe syt ju hapën si petulla. Për fat, gjyshi e pa dhe e ndihmoi. Gjyshrit janë superherojnë tanë. Pra, rekordi i tij përfundoi me lot dhe jo medalje. Ngadalë ngrënës të veqel. Kam parë shumë aksidente. Mbani mend, ushqimi është për të përtypur, jo për gara shpejtësie. Pra, ngrënia është kënaqësi, por siguria vjen gjithnjë e para. Faleminderit që ishit me ne në Trupi dhe Shëndeti Kids. Shihemi herën tjetër.